Chelsea ka trokitur në derën e Milanit për Mike Maignan, por përgjigjja ka qenë e qartë jo. Oferta është refuzuar. Klubi anglez ofron vetëm 10 milionë euro, ndërsa kërkesa e Milanit është rreth 30 milionë euro. Portieri francez i lidhur në kontratë me Milanin deri në vitin 2026 është tunduar nga ideja për të transferuar në Londër dhe të punojë me Enzo Maresca, por nuk do të ushtrojë presion mbi largimin e tij nga Milani. Ndërkohë Milani përballet me një bllokim të negociatave për rinovimin dhe është i vetëdijshëm që pa marrëveshje midis dy palëve Maignan Milan, e ardhmja e Magic Mike është e pasigurt. Aktualisht nuk ka një afrim të negociata, një afrim mes palëve, dhe nëse diferenca ekonomike nuk reduktohet, marrëveshja mund të dështojë. Por merkatoja është e gjatë, jemi në ditët e para të merkatos dhe gjithçka mund të ndodhi. Po ju çfarë mendoni? A duhet Milani të shes Magic Mike Maignan apo duhet të rinovojë menjëherë kontratën, duhet të blindojë portierin francez? Shkruaj mendimin tënd në koment, bëjmë follow, klikoni plusin dhe shpërndani sa më shumë video që të jeni gjithmonë të xhënuar mbi lajmet e futbollit nga të gjithë kampionatet më të rëndësishëm.